Po. Fëmijët e komunitetit tonë shqiptar musliman e ndjekin mësim besimin dhe aktivitetet të tjera në përgjithësi. Qysh po shkojnë aktivitetet e fëmijëve? Qysh e keni një, do thotë janë fëmijë kryesisht të shqiptarëve, apo? Po, kryesisht janë fëmijë të shqiptarëve, ndodh edhe nga komuniteti bosnjak, po shumë sa janë të komunitetit tonë shqiptar musliman. Çka mësohet kryesisht aty? Në përgjithësi, normalisht mësim besimi, por aty zhvillojmë edhe aktivitetet të tjera për një uri të përgjithshme, edhe aktivitete lojë, vizatime, Okej. A ka shumë interesim në Gjermani, a shërben xhamia edhe që ju aty flisni shqip, apo? Mësimet mirë në gjuhën shqipe? Po, normalisht ligjerimi është në gjuhën shqipe, në ligjëresht shqipe. Por kemi edhe disa video ku ka fëmijë që nuk kuptojnë shumë mirë gjuhën shqipe, e ka hatë mësimit, unë ilustroj edhe në video të mamë shqipe,